pres me padurim që me hyrjen në fuqi të ligjit të shohim se kush janë kriminalët dhe mos gabohem, janë numëruar 19 tillë nga ana e Shqupit dhe nga ana tjetër secili të marrë përgjegjësinë përpara popullit shqiptar për çdo shpifje, për çdo akuzë, për çdo kriminalizim që për interesa politike i ka bërë parlamentit dhe i ka bërë politikës në tërësi. Megjithatë, ligji hyn menjëherë në fuqi dhe në janar, kur të rimblidhet parlamenti, do të jetë momenti i të vërtetës. Kjo nuk është e rëndësishme, nuk është çështje statistikash dhe emrash. U krijua një shqetësim serioz dhe jam shumë i kënaqur që më në fund ju dha një zgjidhje kushtetuese dhe ligjore. Duhet të dëgjojmë zërin e qytetarëve shqiptarë, të cilët kërkojnë një sistem drejtësie shumë funksionale, se sa është sot, në mënyrë që ata të gjejnë drejtësi dhe jo pa drejtësi dhe korrupsion në vendimet e gjykatave dhe gjithë sistemit të drejtësisë, dhe unë nuk besoj se kjo kërkesë drejtë e qytetarëve tanë duhet të kushtëzuar me nisma apo iniciativa të cilat kanë qëllime të ngushta politike. Duam bëjmë një reformë të qëndrueshme, gjithëpërfshirëse dhe